Agim Qeku, ish kryeministri i Kosovës, aktualisht kandidat për deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Mirë se erdhe, knatësimet pa studio. Mirë se gjithë, faleminderit për ftesën. Zoti Qeku, e tham kushtimisht, pas një pauze po ktheheni sërish në jetën publike, vendoset të jeni në listë me AK-n. Pse vendoset pikërisht të jeni në listë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës? Ka shumë arsye, domethënë, jo vetëm që zotin Haradinaj Ramushin Dautin i ka mes vjetër, edhe nuk është që i kam bashku tani aty në Aleancës në zotin Haradinaj, kemi qenë bashkë edhe në luftë, edhe pas luftë, edhe në TMK, edhe në proceset ndryshme të luftën e lavdishme të QK-s, më thënë transformimin e QK-s në TMK, në procesin e shtetë ndërtimit e tjerë, kështu që nuk është kjo fillimi. Unë është vërtet që një kohë gjatë nuk kam qenë jashtë politike, jashtë rrjedha politike, por e shoh se Kosova po përballet me shumë sfida. Sfida të sigurisë, sfida të geopolitike në rajon, dhe tani Kosovës i vijnë njerëz të përgjegjshëm, njerëz të vendosur, njerëz të sprovuar, çfarë është zoti Ramush Haradinaj, dhe thjesht e ndi vetën, ndi se muj ende të kontribuoj, mund të ndihmoj, kam përvoj, kam dije, dhe kam vendosur se këtë përvoj, këtë dije, ta vendosin shërbim të vendit edhe të qëndroj krah Ramush Haradinit. Pse kam zgjedhur Aleancën? Janë shumë arsye, sepse unë gjithmonë jam përpjekur që të rreshtohem në anën e drejtë. Dhe nëse e di, ne kam përvu, nëse rreshtohesh në anën e drejtë, atëherë nëse nuk e merr asnjë votë, edhe nëse humb, prapë je fitues, sepse je në anën e drejtë. Nëse rreshtohesh në anën e gabuar, edhe nëse fiton, prapë je humbës. Unë për asnjë moment, edhe nëse asnjë votë nuk e marr, nuk do bëhem pishmon apo pse më hin këtë listë. Jem hi me plot dëshirë, me plot vullnet, i bindur që Aleanca do të shënojë në rezultat të mirë në këtë zgjedhje, dhe i bindur që do të jem pjesë e Parlamentit të Republikës Kosovës. Nuk është thjesht, nuk janë afare ambicet politike që më ka shti që të hyjnë ngarë për deputet. Thjesht edhe pa një post të deputetit, unë e kam një CV, një biografi të përmbushur, edhe jam i përmbushur edhe si njeri dhe si profesionist, në aspektin ushtarak i kam arritë të gjitha, edhe gradat më të larta, edhe meritat më të larta, edhe dekoratat e minjohët, si në Kroaci, si në Kosovë. Kam zhvillu 2 lufta, nga të dyat jam dalë fitimtar, për një ushtarak nuk ka karierë më të mirë. Andaj kam qenë edhe ministër, kryeministër, deputet, e kështu që, por prap nuk mund të qëndroj rahat, nuk mund të qëndroj anash, du edhe njëherë të japri kontributin tim që Kosova të qeverisit ndryshe, që ta shoh zotin Haradinaj pjesë të Parlamentit, ta shohim Aleancën, domethënë pjesë e vendimarrjes në Parlament, në institucionet të Kosovës, dhe mendoj që zoti Haradinaj gjithmonë me punën e vet e ka ndryshuar epokat. Domethënë, që në luftë, qoftë pas lufte, edhe kësaj radhe, mendoj që zoti Haradinaj do ta ndryshojë epokën aktuale të qeverisë, do ta kemi një qeverisje më të përgjegjshme, një qeverisje në shërbim të Kosovës, që e fuqizon Kosovën, jo që e dobëson apo e dëmton Kosovën, dhe jam shumë i nderuar dhe shumë i kënaqur që jam në krah të Ramush Haradinaj. Zoti Qeku e thatë një qeverisje ndryshe. Nuk kam pas rastin t'ju intervistoj. Qysh e pa qeverisjen e Albin Kurtit, qeveria 2, afër 4 miliardë buxhet, dhe është një vit i humbur për Kosovën. Ju e dini që nuk kemi institucione, zgjedhje pas zgjedhjeve, qytetarët e Kosovës për të 4-ën herë do t'i drejtohen kutive të votimit me 28 dhjetor. Një qeverisje pa përgjegjshme, domethënë, absolutisht pa përgjegjshme, një qeverisje autoritare që s'është i gatshëm të bashkëpunojë fare me askënd, as me faktorin politik mbrana, as me faktorin politik ndërkombëtar, që ndihet i vetëmjaftueshëm, që ngrihet mbi të gjithë, a faktikisht Kosova ka ngecë, Kosova është dëmtu, gjitha procesët janë dëmtu për Kosovën. Alatët tonë ndërkombëtar kanë filluar të largohen,
kemi marrë goditjet shumëta nga aletet tonë, si mos zhvillimi dialogu strategjik, sankcionet e Bashkimit Evropian, e mbështetëri edhe vend se të kemi mbështetjen e tyre, të kemi simpatinë e tyre, të kemi përpjekjet e tyre që Kosova të bëhet shtet ashtu siç duhet me qenë, ne po ballafaqohemi me probleme, me sankcione, situata gjeopolitike është aq e ndërlikuar, aq sfiduese, saqë nuk e ka kërkush luksin mos jetë në mënyrë pa përgjegjshme ndaj Kosovës. Zoti Qeku e dini, është SBA-t amerikanët janë alat jetik për Kosovën. Disa herë kanë bërë thirrje zyrtarë të lartë që të ketë kujdes kryeministrin e detyrë Albin Kurti për çështjen e veriut dhe çështjet që prekun sigurinë. E përmendëm këtu dialogun strategjik, BE-ja, Bashkimi Evropian nuk e takon Kurtin në ndërtesën e qeverisë. Janë raportet më të ulta me amerikanët. Pse na erdh puna deri këtu? Përmendet me emër Albin Kurti. Gjithë e dimë, ja ka një pushtet absolut edhe mbi deputetë e tyre, ajo është kreatori politikave edhe të jashtme edhe të brendshme, dhe po rezultanci kanë qenë gabueshme, nuk kanë qenë një politikë e tillë, një qeverisje e tillë, nuk është mirë pritur nga aletet tanë kyç, aletet strategjik. Edhe kjo as pak nuk e ka detyruar që të mendoj në mënyrën e qeverisjes, që të mendojnë pak më zgjerë, të jetë më i hapur për bashkëpunim, të jetë më i përgjegjshëm ndaj Kosovës, sepse thjesht mungon ai dimensioni i mbështetasit, thjesht ata njerëz i kemi dy lloj njerëz që merren me politikë, mbështetasit edhe politikanët. Thjesht Albin Kurti është vetëm politikan, se mbështetasit nuk mendojnë për zgjedhjet e ardhshme, po mendojnë për gjeneratat e ardhshme, kurse politikanët mendojnë vetëm për zgjedhjet e ardhshme. Kështu që këtu e kemi një dallim shumë të madh, edhe ky thjesht është vetëm politikan që nuk mjafton, nuk mjafton, duhet të ketë sjellje të përgjegjshme, vendimet përgjegjshme, veprimet përgjegjshme, që e fuqizojnë Kosovën, që e fuqizojnë aleancën tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A ne jemi dëshmitar që thjesht kur më e dopt nuk ka qenë në mbështetje amerikane, që vetë fakti që sa muj në bërë që ende nuk kemi përpjekje për të caktuar një ambasador të Amerikës në Kosovë. E lemo të vazhdojmë me dialogën strategjik e tjerë. Kështu që mendoj që ka ardhur koha që qytetarët tonë të vedistohen, që të kërkojnë një qeverisje më të përgjegjshme, një qeverisje përbashkët të disa faktorëve politik, që bashkarisht të qeverisit Kosova dhe të ndahen edhe përgjegjësitë jenë të përbashkëta. Po thoni në qeveri ndryshe, zoti Qeku, me disa parti politike, a mendoni cilat janë gjasa që pas 28 dhjetorit ish partitë opozitare të qeverisin me vendin, apo besoni që do të ketë një qeveri Kurti 3? Unë besoj që do të partitë të tjera, gjithmonë kemi pas, edhe gjithmonë kanë qenë suksese qeveritë e koalicionit. Edhe në një demokraci është normale që të ketë qeverisje të koalicioneve të ndryshme, 2 apo 3 partia apo më shumë, përfshiktu dhe partitë e minoriteteve. Mendoj që është shumë më e mirë, më e nevojshme që të kemi një qeverisje të tillë, edhe unë e pres që pas 28 dhjetorit do ta kemi një qeverisje përbashkët të faktorëve politikë dhe vetë vendosja të kaloj në opozitë. Zoti Qeku, në rast se në çfarëdo kombinimi Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të jetë pjesë e ekzekutivit, si mund të rikuperohen raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, cilat janë ato urgjencat që duhet, po them, që ulemi me amerikanët dhe Bashkimin Evropian për çështje të ndryshme për vendin? Një prej misioneve të zotit Haradinaj të Aleancës ka qenë fuqizimi i raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e njohin zotin Haradinaj dhe e dinë që sa investon në mbështetjen amerikane,
sa mire kupton sa do të thotë mbështetja e Shtetit Bashkuar të Amerikës për Kosovë, është vendimtare. Dhe mendoj se këtë orientime kanë edhe parti tjera që të ishë opozitës, dhe mendoj që do të jetë një prioritetet të para që të rikuperohet dami që është bënë raport me Shtetet Bashkuar të Amerikës me Bashkimin Evropian, duke fillu nga heqja sankcioneve, duke inicu prap dialogin strategjik edhe me këtë e pres, sepse unë e shoh si edhe në aspektin e sigurisë kombëtare, kjo është çështje absolutisht prioritare që të rikuperohen këto raporte. Kur jemi te marrëdhëniet e zotit Haradinaj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, keni deklarat interesant zoti Qeku, ish kryeministri Isa Mustafa, tha se atë që nuk ka mundur ta bëjon dhe as Hashim Thaçi e bëri Ramush Haradinaj. Po flas këtu për krijimin e ushtrisë së Kosovës në dhjetor të 2018-s. A keni qenë në dieni ju për këto vështirësitë për krijimin e ushtrisë dhe si arriti zoti Haradinaj të bindë amerikanët që Kosova ta ketë ushtri? Thënë drejt, ne kemi filluar që në vitin 2012 rishikimi strategjik sektorit sigurisë. Unë atë kohë isha edhe minister i FSK-s, edhe isha kryesuesi të komitetit drejtues. Këtë proces e kemi zhvilluar bashkë me ekipet profesioniste të Shtetit Bashkuar të Amerikës, me NATO-n, edhe kemi ardhur në përfundim dhe kemi rekomanduar që Kosova të ketë forcat e veta të armatosura, që FSK-ja të shndrohet në ushtrit mirëfillt në forcat armatosura. Dhe me këtë fakt janë pajtu gjithë, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe shtetet e NATO-s, por atër ishte nevojshme që të bëhen ndryshime kushtetuese, se kushtetuta e njeh FSK-n me një mision caktuar. Dhe nuk ishte, u dukshin 2/3 të dyfishta, deputetët e komunitetit serb nuk ishin gatshëm të votojnë, dhe e blokun këtë proces që të shkohet ndërtimi përmes ndryshime kushtetuese. Ne atër kërkonim që të bëjmë transformimin e FSK-s në ushtri mirëfillt përmes ligjeve. Dhe janë draftuar ligjet, ka pas përpjekje që ta fitojmë mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës që të shkojmë në drejtimin e veç ndryshimit ligjeve. Dhe ato përpjekje nuk kanë hasur në mirëkuptim në atë kohë. Nuk ka pas gatishmëri që ta mbështesin që në këtë mënyrë ta transformojmë FSK-n, edhe kryeministri sa kanë qenë kryeministri Thaçi, kryeministri Isa Mustafa kanë bërë përpjekje të ndryshme, edhe na si ministri, gjithë ministri i punëve të jashtme në atë kohë, por nuk është mujtur. Zoti Haradinaj ka shkuar në vizitë në Pentagon, edhe e ka argumentuar a e din si, po shihet se ka argumentuar se ne duhet të kemi ushtrinë, dhe kjo tash për tash është vetëm rrugë si bëhet ushtria përmes ligjeve, dhe e ka marrë miratimin në atë kohë, domethënë ka qenë sekretari i mbrojtjes generali Matis, edhe me të kthyer me një herë i kemë proceduar ligjet edhe është bërë. Kështu që kapuçin, si thonë, e ushtrisë e ka kry zoti Haradinaj, dhe kjo është fakt historik, edhe këta duhet pranuar se ajo është njeri që në postin e kryeministrit e ka përmbyll këtë proces dhe sot kemi FSK-n apo ushtrinë e Kosovës. Pak njerëz, zoti Qeku, e kemi ditur se zoti Haradinaj ka lidhje të hershme me CIA-n, siç e tha Vesti Clark dhe dëshmitarët në Hag, përveç argumentimit se Kosova ka nevojë që të ketë ushtrinë. A shfrytëzoi zoti Haradinaj edhe këto lidhjet e tina në Pentagon që ta kemi ushtrinë e Kosovës? Zoti Haradinaj gjithmonë ka pas lidhje të fuqishme me gjithë aktorët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe ato lidhje gjithmonë i ka ruajtur, i ka fuqizuar, asnjëherë me asnjë veprim nuk i ka dobësuar. Edhe sot zoti Haradinaj është gjithmonë i mirëpritur në Washington, pa dhe Washingtoni gjithmonë e mirëpret zotin Haradinaj që të jetë pjesë e institucioneve të Kosovës. Zoti Qeku, po flasim pak për FSK-n, keni qenë ish ministri i FSK-s. Është një periudhë, nëse s'po gaboj, një periudhë 10 vjeçare kjo, kushtimisht po them, e transformimit të ushtrisë së Kosovës. Janë vitet kur do të investohet, sa duhet të investohet, trajnimet dhe të tjerat. Ka disa deklarata të Albin Kurti që thotë ka një buxhet historik për forcën e sigurisë së Kosovës.
që shkon kjo periudha 10 vjeçare, nga viti 2018 deri në vitin 2028, ky transformimi i FSK-s kur duhet të investohet në armatim, trajnime dhe të tjera. Kur kemi dalë në rekomandim që duhet të shndërrohen forcat armatose, duhet të ndërtohen tash forcat, kapacitetet e mbrojtjes, kapacitetet e shtesë, plotësisht treja që i ka çdo ushtri në botë, atëherë kjo nuk mund të bëhet pranë NATO-s, bashkërisht me partnerët tonë, me aleatët edhe së Bashkuara të Amerikës edhe të NATO-s, është aprovu, është një plan afatgjatë i transformit 10 vjeçar, që ka para pasë çdo vit të rritet buxheti për FSK për ushtrinë, dhe kjo nuk është diçka që është e momentit, apo nuk është diçka që mbaret nga vullneti kudo që është kryeministër apo ministër. Është e planifikuar. Kjo është e planifikuar më herët, mendoj që është e domosdoshme, se na po e shohim që kërkesat janë shumë të mëdha, nuk ka vend në ato sot që nuk e ka prioritet armatosje, në ngritjen e kapacitetet të reja, bazuar në teknologjitë më të reja, që janë, edhe mendoj që edhe na duhet edhe me hapa edhe mas shpejt shkojmë këtë drejtim, se tani siguria për çdo vendit është prioritet numër 1. Po shohim, domethënë që po shohim Poloninë, se sa ka avancu, është vendi ndoshta më i fuqishëm ushtarakisht sot në Evropë. Gjermania ka investon më shumë deri tash në historitë vet për ushtrinë. Kështu që ne janë bërë disa hapa, duhet pranuar, po janë pa mjaftueshëm. Na duhet, si vend i vogël, duhet ta kemi prioritet sigurinë tonë. E tham shpesh, ne e kemi sigurinë e brendshme. Jemi sigurt brenda. Kosova është vend i sigurt për të jetuar, por Kosova nuk është vend i siguruar. Duhet të sigurohemi. Kjo siguri duhet të sigurohet, duhet të garantohet. Edhe kjo garantohet duke ndërtuar kapacitetet brendshme, por garantohet duke hyrë NATO. Duke pas raporte shumë mirë me aleat, domethënë që ne duhet të llogarisim në mbështetjen e aleatëve në rast se rrezikohet Kosova. Dhe këto raporte aktuale që i ka kjo qeveri në shkurje, këto e dëmtojnë shumë sigurinë e vendit tonë. Dhe ku është FSK sot, zoti Qeku? FSK është ushtri në ngritje, është ushtri e Kosovës, në plot kuptimin e fjalës, pa marrë parasysh se ka emrin FSK. Është një institucion shumë i respektuar, shumë i motivuar dhe shumë i etshëm për pajisje që e kanë ushtrit sot. FSK me vitet të tëra, oficerët tanë shkojnë, kryejnë akademitë ndryshme, kurset ndryshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Britani, në ushtrit ndryshme të NATO-s, dhe i shohin kapacitetet e tyre, i shohin arsenalin e armatimit të tyre, e shohin dhe sigurisht kur kthehen në Kosovë dëshirojnë të kemi edhe ne bilet spakut për afërta me ta. Kështu që unë mendoj që janë në pritje që pajisen 100% me pajisje të teknologjisë së fundit. Tash po e shohim për shembull luftat, sidomos lufta në Ukrainë, ka ndryshuar konceptet, ka ndryshuar doktrinat që i kemi njoft më herët, ka ndryshuar mënyrat e bërit luftë. Tani dronet janë fuqia kryesore, tankset edhe nuk janë fort, sepse janë shumë ndihshme nga dronet. Edhe duhet çka duhet të investohet në FSK? Duhet të investohet në pajisje, në teknologji, duhet të investohet në trajnime, në doktrina të reja të luftimit, doktrina të reja, duhet mësohet në nxjerrjen mësime nga luftat aktuale, një ushtri serioz, vazhdimisht i përcjell, vazhdimisht i analizon mënyrën e të bërit luftë. Kështu që mendoj që nuk di, ashtu edhe në FSK besoj, ishtë duhet të kenë këtë koncept, është drejtoria politikat në mbrojtjes, është qendra të trajnimit të doktrinës që duhet të adaptohemi, duhet të ecim me kohën dhe mos besim në ato doktrinat konvencionale.
Në bazë të këtyre që a i thatë zoti Qeku, a është e gatshme ushtria e Kosovës të jetë përkrah NATO-s? Po, me këto kam thënë se ka ushtria e Kosovës është ndërtuar plotësisht që nga fillimi në bazë të standardet e NATO-s, është plotësisht kompatibile me NATO-n, është ka kapacitetet mjaftueshme që mund t'i ofroj partnerëve tanë ndërkombëtar dhe mendoj që ka dëshmu disa ka që kemi qenë në disa misione jo si njësi të tëra, por oficerët dhe kanë dëshmu se janë vërtet të nivelit të oficerëve të NATO-s. Ne kemi oficerë shumë të mirë, një shkollim shumë të mirë, kemi adaptu që në fillim të shkollimit të oficerëve tanë, dhe sot në FSK ki oficerë duke fillu nga në togere deri të tash kanë arritur diku deri major nën kolonel, i ki plotësisht të barabartë në çdo aspekt me një nën kolonel apo një major të ushtrisë të NATO-s. Zoti Qeku, derisa FSK-ja po ecën mirë drejt rrugës saj, drejt rrugës finale që është antarësimi në NATO, është një pjesë siç janë kategoritë e dala nga lufta, të cilat u përjashtuan nga paga minimale, po besoj që i ki të freskëta atë bashkëpunimin e lëvizjesve të vendosje milisën serbe, ku kategoritë e dala nga lufta lihen jashtë pagës minimale. Këtu e kemi një qasje shumë të gabuar ndaj veteranëve, ndaj vlerave të luftës, sidomos nga kjo qeveria si e patim. Nuk ka vend, nuk di si ka shembull dikun që pas shërimit të vendit, pas shërimit nga një pushtet i dhunshëm dhe që mos të respektohen njerëz që kanë sakrifikuar, që trajtohen si barë e qeverisë, trajtohen si pjesë e problemit. Unë e di vetë në Kroaci, unë e vetë e kam statusin e veteranit Kroaci. Dhe si trajtohen atje veteranët? Vetë statusin e invalidit luftës në Kroaci, edhe është një trajtim kretë ndryshe. Është një trajtim, për shembull në Kroaci, ku është në rrugë pushteti, pas lufte, parlamenti kroate ka nxjerrë një deklarat për luftën adërtare të Kroacisë. E votuar 100% nga gjitha subjektet politike që lufta është e shenjtë, që lufta nuk është pjesë e debateve të asnjë partie, nuk është as kurdo që vjen pushtet nuk mund të ndryshojë qëndrim ndaj luftës, ndaj veteranëve, ndaj vlerave të luftës. Edhe sot veteranët kanë ministrinë e vetë në Kroaci, quhet Ministria e Veteranëve, mbrojtësve, ashtu më përkthy bukvalisht, dhe kanë buxhet veçantë, trajtohen në mënyrë veçantë. Nuk ka veteran në Kroaci që është mbetur rrugëve, është mbetur pa punë, pa strehim, deri dhe banesa ju ndo. Nuk ka familje dëshmorëve që se ka të rregulluar me çështjen e banimit apo çështje të ndryshme. Kështu që veteranët janë kategori shumë e respektuar në Kroaci, edhe nga shteti, por ajo është e veçantë nga shoqëria. Nga shoqëria, ku do shkon një veteran, dihet, dallohet, e ka vendin e merituar, ka respektin e merituar. Tena fatkeqësisht po ndodh këtë diçka ndryshe. Zoti Qeku, mund të merret ky modeli kroat të implementohet për shembull në Kosovë, të ketë ministri? Mundet. A është lehtësisht, a ka kosto, a mund të bëhet lehtësisht? Po flas nëse aleanca. Mund të bëhet shumë lehtësisht, shumë lehtësisht mund të bëhet. Për s'ka pas një gatishmëri të tillë, s'ka pas vullnet, se tash ne kemi disa vende, disa institucione që merren çështjet e veteranëve. E kemi zyrën për çështjet e veteranëve pranë zyrës kryeministit. Që nuk bashkëpunon. Kemi zyrën që nuk ka asnjë bashkëpunim nuk ka me organizatat e dala nga lufta. Departamentin e Ministrinë e Punës, Ministrinë Sociale. Kemi zyrën e pagjeturve. Kemi thjesht këto institucione bëhen bashkë, pa ndaj kosto. Ashtu shteti i paguon këto zyre të ndryshme, departamente të ndryshme, do bë bashkë edhe bëhet një ministri, atëherë shumë më lehtë bëhen këto, e ki një adresë. Për shembull, për çdo manifestim, qeveria duhet të krijojë një këshill organizativ për këtë. Duhet ndaj buxhet për këtë manifestim, për shembull për 5-6 mars apo kështu që këto gjëra atë kemi një adresë. Është Ministria e Veteranëve, e cila ka buxhetin e vet, edhe e cila e ka një kalendar të datave që duhet shënohen, edhe
bëhen planifikimi vjetor, buxhetor, edhe shumë ma letë do të kishte një trajtim shumë ma institucional, shumë ma i mirë ndaj veteranëve si individ, po ndaj vlerave të luftës në përgjithësi. Këto vlera të na s'ka vlerë më të madhe se u që ka në historinë e popullit tonë, dhe ende nuk po trajtohet ashtu si që e meriton. Jo që du për që e meriton. Pyesni Gucati në deklaratë në emisionin tim, tha se përveç veteranëve që janë në gjendje të rëndë financiare, shëndetësore, tha se që 4 vite qeveria nuk ndan as 27.000 euro për zyrën qendrore, madje tha se nuk kemi as flamuj për t'i kujtuar 5-6-7 marsin dëshmorët dhe herojtë e kombit. Është vërtet për të ardhur keq. Për të ardhur keq. Unë kur kam qenë kryeministër, një gjëre më të para kam bënë që shoqatave të siguroj edhe automjete, edhe shpenzimit për automjete, edhe shpenzimit për zyre, kështu që kanë qenë i vetëm institucion që po e majnë gjallë frymën, nuk që kes po organizojnë ditë përkujtimore për dëshmorët, për luftrat, për betejat. Kështu që unë e pres që në qeverinë e ardhshme këto gjëra të përmirësohen dukshëm, e duhet të përmirësohen. Pse lejon zoti Kurti që të ketë, ka edhe Rozeta Ajdari, po thëmë është me akt akuzë, ka akt akuzë ngritur zyrtare, prap ajo dhe Albin Kurti sulmuan prokurorinë speciale, dhe ketë në fund Rozeta Ajdari sërish është në listë për kandidate për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Është një përfundim logjik që vjen përgjigje logjike, atë është i përfshirë vetë. Nëse s'është i përfshirë vetë, ai s'ka pse një kryeministër i ikë përgjithësi, i ikë ftesave të prokurorisë, e sulmon prokurorinë, atëherë çfarë shteti jemi ne? Ndarja e pushteteve është me kushtetutë të caktuar. Edhe gjithkush duhet ta bëjë punën e vet, atëherë vetë funksionon shteti. Nëse ti respekton prokurorinë, atër kalon në anarki, absolute. Nuk është përgjigjur disa herë ftesave të prokurorisë speciale zoti Qeku në cilësinë e dëshmitarit për rezervat shtetërore. Zoti Kurti disa herë ka përsëritur, e përsëriti edhe në një paraqitje televizive të fundit. I ftoi sërish prokurorinë speciale që ta marrin deklaratën në zyren e kryeministrit. Thotë se është praktike më hershme, të kujtohet që prokuroria speciale ka shkuar ta intervistoj për çështje të caktuara ndonjë kryeministër të vendit. Tipik që ai po vendos veten mbi ligjin. Po vendos veten mbi ligjin. Askush nuk bën tjetër mbi ligjin në Kosovë. Qoftë kryeministër apo president apo ministër, nuk bën tjetër mbi ligjin. Ligji është mbi të gjithë. Edhe këtu është një gabim, një papërgjegjësi, një papërgjegjësi totale e tij. Zoti Qeku, i kemi pa akuzat që i bën lëvizjave të vendosura ndaj ish partive opozitare, siç është kjo bllokada nënmujore që me 42%, 28 deputet, Albin Kurti dhe lëvizjave të vendosura nuk mundi të krijojë qeverinë, institucionet e reja. Ju akuzon në blok PDK-n, LDK-n, AK-n, thotë se janë bërë bashkë me listën serbe. E kam një pyetje të drejtë për drejtë. Si është e mundur, zoti Qeku, që një familje siç është Haradinaj ti thuhet se bashkëpunon me listën serbe dhe Milan Radojčić? Është paftyrsi. Kisha thonë paftyrsi që ti thot atë, unë e di ku për referohen atij takimit, por një kryeministër i përgjithshëm kërkon zgjidhje. Zgjidhje kërkon nga faktori që ka ndikim, nga faktori që ka përgjegjësi. Ai ka qenë lista serbe është një parti, po serbe në kategori kushtetuese, ka një parti të vetën, të regjistruar në KCZ, kanë edhe sot, edhe ti s'mund ta injorosh këtë fakt. Sepse ti ki dëshirë ta injorosh, po kushtetuta thot diçka tjetër. Aty si kryeministër apo çka do jetë, ti duhesh ta respektosh kustetutën. Dhe duhesh për të lëvizur gjërat, se për shembull pak më Ramushi, zoti Haradinaj, qeveria ishte bërë brenda një kohë shumë shkurtër, jo në muj pas qeverisë, sepse zoti Haradinaj nuk e dyron stagnimin e vendit, nuk e dyron stagnimin e asnjë procesi, po i shtyn proceset përpara. I shtyn, i gjon mënyrën, sikur në çështja e ushtrisë, domethënë se ka bërë. Ai, domethënë, është njeri që nuk i doron stagnimin
asnjë procesi, kështu që unë pres se mas 28 dhjetorit ta kemi shumë shpejt qeverinë. Po jeni i bindur në këtë, zoti Qeku, hipotetikisht, a mund të ketë një situatë përsëritur, sikur ajo pas në shkurti deri në këto momente kur po flasim, që të ketë blokada, të ketë pengesa në krijimin e institucioneve, apo seriozisht jeni shumë i bindur që qeverinë do ta bëjnë ish partitë opozitare? Unë besoj në qytetarët popullin tonë se kanë nxjerrë mësime, kanë pa kush o blokuesi, kanë pasi ai zotnia dëshiron vetëm me qeverisë, vetë edhe vetëm vetë, ai ka prit kush po i vjen atina, po dhe kush po i ndihmon, apo nuk ka prit parti politike, ka prit një deputet, dy deputet, pesë parti e tjerë, se nuk funksionon në atë mënyrë. Besoj se qytetarët me votën e vet do të japin përgjigjen e duhur dhe ftoj që të jenë më të vetëdijshëm, më vëmendshëm, kuj do të japin votën kësaj herë dhe kuj do të besojnë krijimin e qeverisë së ardhshme të Republikës Kosovës. Dhe a mund ta shohim Agim Qeku në një post ministror? Për shembull, a mund të jetë Agim Qeku pas 28 dhjetorit ministri i mbrojtjes? Tash shumë herë të na fol për atë punë, nuk jam hing me këtë ambicje në këtë garë, jam hing me ambicje që të jam krah i zotit Haradinaj, që ta shoh aleancën për Arminë e Kosovës në parlament dhe në qeveri. Unë jam rështu pas zotit Haradinaj, dhe zotit Haradinaj i merr vendimet, çfarë do që vendimi që meraj, unë nuk e përfili, çfarë do. Zotë Qeku, pyetja e fundit, një proces drejt fundit në Hag, ku atje tash e 5 vite po mbani shkrerët e UÇK-s, Hashim Thaçi, Kader Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi dhe të tjerët, cili do të jetë epilogu sipas Agim Qeku? Unë fuqishëm besoj se epilogi do të jetë ai që presim, që është e drejtë, që drejtësia do të triumfojë, që krerët e UÇK-s do të kthehen në vendin e vet, në familjen e vet, në Kosovën e vet. Është për të ardhur keq edhe këtë qeveri që se si ka trajtu. Domethënë, e ka trajtu në aspektin më shumë aspektin personal, të raporteve personale çfarë kanë pas me vite. Ky proces fare s'ka të bëj me individ. Ky proces ka të bëj me luftën e UÇK-s, që ta portretizoj apo të jep luftës një karakter të ndërmarrjes për bashkët kriminale. Kjo është akuza. Pra po i kthehem Kroacisë. Gjeneralët kroat e kanë pas këtë akuzë. Shteti kroat ka bo që mos ka bo, që mos të mbetet operacioni çlimtar i fundit, Stuhia, mos ta merr vullin e ndërmarrjes së bashkës kriminale, po si një operacion çlimtar. Dhe këtu shteti, hala qeveria nuk është e vetëdijshme se me shkrenë ka ballafaqohemi ne si kombë, ne si UÇK, si shtet, me çfarë akuzën. Është akuzë shumë e rëndë që duhet të angazhohen gjithë, ratë parë kryeministri, qeveria, që dalim fitimtar edhe në këtë betejë. Edhe unë e pres që epilogu tjetë ai që gjithë të dëshirojmë, edhe dalim të pafajshëm, edhe lufta jonë del luftë e pastër, luftë shimtare, luftë për mbrojtjen e jetrave tona, çfarë realisht edhe ka qenë. General Qeku, të faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën.